Përmes një konference për mediat, Kryeministri Edi Rama bëri të ditur masat ndaj ndërtimeve pa leje dhe zënien hapësirave publike, duke kërkuar zbatim të ligjit me dorë të hekurt. Rama prezantoi një sër masash, ku ndër të tjera do të krijohet një listë e zezë me ndërtuesit që shkelin ligjin. Lista e zezë do të përfshi zhvilluesit, do të përfshi shoqëritë, do të përfshi individët që kanë shkelur ligjin, përfshirë administratorët, ortakët, pronarët përfitues, që do të përjashtohen nga çdo mundësi për të marrë leje ndërtimi për një periudhë 5 vjeçare. Në rast se arkitekti i ikën përgjegjësisht që ngarkon ligji, është ai që paguan pasojat. Konfiskime të plota do të ketë për shkeljet e lejes mbi 10%. Disa kategori do të përfitojnë apartamente me çmime të arsyeshme. Deri në masën 10%. Pra midis 2 dhe 10 konfiskohet vetëm ajo shtesë. Edhe përdoret ajo sipërfaqe, qoftë për t'i dhënë të pastreve apo qoftë për zyra për shtetin. Mbi masën 10% konfiskohet totalisht ndërtimi. Dha edhe një shembull konkret, ndërsa lajmëroi rregullin e regjistrimit të hapësirës publike. Çdo metër katror rreth e rrotull asaj godine nuk është më pronë private, është pronë publike. Dhe nuk mund të ketë aty gardhe dhe zhvillime të tjera dhe leje të tjera kanë tendencë të glabërojnë treqërekun e trotuarit dhe pastaj janë ato trotuaret minimaliste që jo nuk hecën dot në çift, po duhet hecësh anash që mos biesh në rrugë. Akuzave të Partisë Demokratike se ka lejuar kate pa leje në qendër të kryeqytetit, ju përgjigj me kalimin e sipërfaqes. Mblidhet gjithë familja, shef projektin, gjithë gëzim, aty projekti shkëlqen me pemë, me ndryqim, dhe paguan. Kur shkon atje, ajo godina nuk ngjan fare me atë që ka parë në fotografi. Më të mirë nga ignoranca dhe në rastin më të keq nga paraja, mbyllin syt dhe japin masa sigurimi pa dije apo madje japin edhe të drejtë zaptuesve. 4000 kusur metra aty te syri i Tiranës është bërë kontrata, do t'i marrë shteti. Kausin që e quajti kancer ja faturoi Partisë Demokratike dhe liderit e saj, Sali Berisha. Këtu nuk bëhet fjalë se ka dështuar një bashki apo kanë dështuar gjitha bashkitë apo kanë dështuar të bashkitë. Çështja është që ky është një kancer i futur në trupin e Shqipërisë nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Duke prezantuar ndëshkimet për ndërtimet pa leje, kryeministri tha për çdo punonjës të administratës, dënimi do të jetë i disafisht.